Parashevi Simaku i dërgon një dron Mozës dhe e surprizon në ferma VIP. Sot Moza ka marrë një surprizë të veçantë nga qielli, me një mesazh që e ka emocionuar. Teksa banorët ndodheshin në ambientet e jashtme, zhurma e një droni ka tërhequr menjëherë vëmendjen e tyre, duke sjellë një mesazh surprizë nga qielli. Këtë herë, dedikimi ishte ekskluzivisht për shkrimtaren e njohur, Mimoza Ahmeti. Ajo është surprizuar nga një dron, i cili është dërguar nga Parashevi Simaku. Moza supermodele me art dhe inteligjencë, shkruaj në mesazhin e dronit, sapo ka identifikuar se nga kush vinte kjo surprizë e papritur, Moza nuk ka mundur t'i fsheh emocionet e forta. E prekur nga ky gjest, ajo ka përshëndetur dyshen me fjalë shumë të ngrohta. Moza është shfaqur e lumtur në mes të fermës, me mirënjohje për të dy. Ju dua, ju dua. O Zot, çfarë kryeveprash jeni të dy. Ndoshta një ditë takohemi dhe bëjmë një projekt bashk. Elton, çfarë mrekullie ke bërë me Parashevin, duke rikthyer dhe ekspozuar para njerëzve që të kuptojnë çfarë dimensionesh ka njeriu. Nuk është turp të jetosh në metro. Nuk është turp fare me qenë ai që ndihesh. Parashevi, të duaje e paarritshme, tha ajo. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.